me këtë parti në pushtet, skandalet nuk kanë të ndalur erreter fatkeqësisht. Në media kemi parë zbulimin e skandalit të radhës të vetëvendosjes. Aty u shpalos manuali vetëvendosjes se si mbyt shpresën njëtëriu që mëson fort e pastaj dëshpërohet fort, sepse mbetet i pa punë e i pa shpresë veç pse nuk e ka WhatsAppin e Dejonës. Vetëvendosja erdhen në pushtet me premtimin se të punojnë me duart e pastra, por shumë shpejt u kuptua, u shpalos se janë të zhytur kokë e këmbë deri në fyt me pazare për punësime. Kjo nuk është qeveri, kjo është thjesht qeveri e WhatsAppit. Mesazhi i IVV-s për një të ri apo një të re është i qartë, është i ftoftë, është brutal. Nëse je militant i Dejonës, e ke derën e hapur. Nëse je student i dalluar apo profesionist i ndershëm, e ke derën të mbyllur. Për VV-n, shteti është pronë private, ndërsa zyrat e shtetit janë degë në degë të partisë. Është e tmerrshme që në kohën një krize energjetike, ministrja në vend që të hartoj një strategji se si ta nxjerrë vendin nga kjo krizë, ajo merret me hartimin e listave të rehatimit të militantëve.